Përshëndetje të nderuar shikues, pra tani mirë se vini në magazinën informative 21 Live News për të ndjekur zhvillimet e ditës e që në fokus kishin seancën e Kuvendit të Kosovës. Pra pas një seance maratonike të Kuvendit për formimin e qeverisë e Kosovës, votimi i qeverisë e Kosovës u shty për nesër, pasi që siç u pa u shprehën disa pakënaqësi për përbërjen e kabinetit qeveritar. Partitë opozitare u shprehën kundër shtyrjes së votimit dhe kërkuan që procedurat e votimit të përfundojnë sot, por çështja u hodh në votim me shumicë votash. Seanca u shty për nesër në orën 12. Nga 101 deputet sa ishin prezent në sallë, 69 votuan pro shtyrjes së seancës dhe 30 kundër. Vazhdojmë tani me rrjedhën e seancës gjatë ditës. Koalicioni PDK-LDK e kandidoi Isa Mustafën kryeministër të vendit e Hashim Thaqin zëvendës kryeministër të parë dhe ministër të jashtëm. Isa Mustafa në seancën e Kuvendit shpalosi programin e tij qeverisës të harmonizuar me programin qeverisës të PDK-s. Mustafa tha se koalicioni i qeverisës, i cili është ndërtuar duke respektuar vullnetin e qytetarëve të Kosovës, do të fokusohet në sundimin e rendit dhe ligjit, shtetit të së drejtës, zhvillimit ekonomik e social dhe integrimeve evropiane. Kryetari i PDK-s i nominuar për zëvendës kryeministër të parë dhe për ministër të punëve të jashtme, Hashim Thaqi, me këtë rasti është kundër përgjigjur disa akuzave të opozitës ndaj LDK-s për arritjen e marrëveshjes me partinë e tij. Thaqi tha se të gjithë ata që sot po e kritikojnë Isa Mustafën për koalicion me PDK-n i kanë ofruar PDK-s bashkëpunim për bashkëqeverisje dhe se kërkesat e tyre ai ka edhe në formë të shkruar. Ai thekson se marrëveshja PDK-LDK nuk është marrëveshje e territ, por marrëveshje transparente e arritur në zyrën e presidentës së vendit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaqi, në fillim të seancës së Kuvendit propozoi kandidatin e dalë nga koalicioni mes PDK-s e LDK-s për kryeministër të Kosovës, Isa Mustafën. Ne kemi propozuar si Partia Demokratike e Kosovës, Presidentës së Republikës së Kosovës, Zonës Jahjaga, duke marrë parasysh nenin 95.1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës për mandatarët e Qeverisë së Republikës së Kosovës, Zotëri Isa Mustafa. Në fjalën e tij, mandatuari për kryeministër të Kosovës, Isa Mustafa, gjatë shpalosjes së planit të tij qeverisës për 4 vjetet e ardhshme, tha se prioriteti i kabinetit të tij qeveritar do të jetë zhvillimi ekonomik, krijimi i vendeve të reja të punës, si dhe luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit. Koalicioni zotohet se do të punojë shumë për forcimin e sundimit të rendit të ligjit, për shtetin e drejtës dhe trajtimin e barabartë të gjithë qytetarëve të Kosovës para ligjit. Po ashtu, Qeveria e Republikës Kosovës është e vetëdijshme për domosdoshmërinë që të punojmë shumë për zhvillimin ekonomik dhe rritjen e mirëqenies së qytetarëve tanë, dhe mbi këtë bazë do të fokusohet në forcimin e sektorit privat, tërheqjen e investimeve të huaja direkte dhe krijimin e sa më shumë vendeve të reja të punës. Jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e vazhdimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel dhe angazhimet për arritjen e marrëveshjeve të reja në përputhje me interesin tonë shtetëror. Ne shprehim përkushtimin tonë për të ndërtuar një shtet që ofron mundësi të barabarta për gjithë qytetarët dhe që lufton pas një kompromis korrupsionin, krimin organizuar dhe gjitha llojet e ekstremizmave që mund ta dëmtojnë shoqërinë dhe shtetin tonë. Grupet parlamentare të PDK-s e LDK-s i dhanë mbështetje Isa Mustafës për kryeministër. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës i jep mbështetje ekspozes të paraqitur nga i nominuari për kryeministër të Republikës së Kosovës. Po ashtu edhe ne japim mbështetje të plot ekspozes së paraqitur nga mandatari për qeverinë e re, kryeministrit në ardhe, zotit Isa Mustafa. Ndërsa përfaqësues të opozitës parlamentare ishin të jetë kritik ndaj këtij koalicionit dhe ndaj të nominuarit për kryeministër të ri të Kosovës. Si pati guxim vallë ky njeri tash përdoroi kaq mizorisht vullnetin e shoqërisë për ndryshim dhe ta merr krejt këtë vullnet e të ja dorëzojnë tavolinë njeriut që është simbol i keqeverisjes së deritanishme. Si mundet ti, zoti Mustafa, të tregosh kaq pak skrupuj për dëshirat më të sinqerta të qytetarëve tonë? Ju, zoti Mustafa, e luajtët rolin e kumarxhiut me vullnetin e popullit. Si kanë mua shpërbly këta këtë dorëzim? Njerëzve që ju kanë beshu, qytetarëve të vendit. Sa mirë ka me punu qeveria
Mustafa Thaçi. Sa mirë ka me punu parlamenti Veseli. Sa mirë ka me funksionu rënie ligjin këtë Kosovë. E sa kanë me na përkra ose me na respektu jashta Kosove me këtë gjendje. Unë vje keq që sa herë që është arë mundësia në vend me ndohë ndryshimi të këqit janë bo bashkë. Ja din të bomat njëri tjetrit, ja din fajat njëri tjetrit, edhe kanë mjarujt njëri tjetrit. Mandatari e mbajtë një fjalë të gjatë për një qeverisje të mirë, për një qeverisje në shërbim të qytetarëve. Por, në vend se të thështë edhe emrat e kandidatëve për kabinetin qeveritar, aje la për ma vonë. Por ne mund të flasim për këtë kabinet qeveritar nga jo që kemi lexuar sot në media. Dhe as në formë, as në përmbajtje, ky koalicion qeveritar nuk garanton se në Kosovë do ndërtohet shteti së drejtës. Kryetari i PDK-s Hashim Thaçi u kundërpërgjegj akuzave të opozitës. Dëgjova këto gjëra që u adresuan drejtim të zotit Mustafa, duke u thirrur në komunikimin me popullin, me qytetarët. Unë duhet për të parë, pas 6 muaj flas, shumë hapur para juve deputet nderuar, para gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, të potencoj se para se të nënshkruaj marrëveshjet me zotin Mustafa, qëtë 3 partitë që tash dolen jashtë, se s'patë në guxim me nejtë më vallafaqu, më kanë ofruar oferta për koalicion. Por rruga që ka ndjek ata, ka qenë kundërshtim me parimet tona të transparencës. Unë si kumbo vijat ku që kërkuj kur, asë nuk i bojmë politikë. Për interes shtetit, bashkëndojmë me gjithë. Por programet ka qenë të kundërta. Madje, i kemi edhe me shkrim që ne i kanë qu. Dhe mund t'ja prezentojnë. Me kryetarin Mustafa jemi takuar shumë publikisht dhe njërë transparente. Kjo dallimi rrugës atyre që kërkonin mu afru me neve, thjesht me Partinë Demokratike, duke qëndru ditën me kryetarin Mustafa dhe duke vazhdu pas dite në selinë e PDK-s. Një nga një, por duke kërkuar që të mos e marrin vesh njëri për tjetrit. Mirë po, këtë çfarë deklaroi kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, i nominuar për zëvendës kryeministër, se kinse të gjitha partitë të cilat e kritikuan Isa Mustafën për arritjen e koalicionit me PDK-n, i kanë ofruar atij bashkëpunim dhe atë në formë të shkruar, e kanë mohuar në lidhje tona direkte të realizuara në studion e hapur si nisma, vetëvendosja dhe aleanca për anëmërinë e Kosovës. Ata kanë thënë se asnjëherë nuk i kanë ofruar bashkëpunim Partisë Demokratike të Kosovës për bashkëqeverisje dhe se ajo çfarë po thot Thaçi është e pavërtetë. Vazhdojmë me informacionet e radhës. Deputetët e listës serbe, e cila ka 9 ulse në kuvendin e Kosovës, nuk kanë marrë pjesë në seancën e kuvendit për formimin e qeverisë së re. Kryetari i listës serbe, Aleksandar Jablanović, ka thënë se nuk janë përmbushur kushtet e listës serbe për të marrë pjesë në qeveri dhe për këtë arsye nuk është parë nevojshme pjesëmarrja në kuvend në rastin e procedimit të qeverisë. Gjatë seancës, deputetët e opozitës menjëherë kanë nisur me akuza drejtuar qeverisë së re. Ilir Deta nga Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se kjo shumicë parlamentare është e panatyrshme, sepse sipas tij me më shumë përkraje popullore ka opozita se sa koalicioni PDK-LDK. Deta i ka kujtuar Mustafës se ishte vetë ai i cili 5 vite me radhë përsëriste frazën jo me PDK-n. Deputetja e AAK-s Ndërkaq Veliate Tërmkolli tha se zgjedhja e Kadri Veselit në krye të parlamentit është e padrejtë, pasi që sipas saj një njeri që ka udhëhequr nën tokën duke ju referuar shikut nuk duhet të jetë në krye të një institucioni kaq të rëndësishëm siç është Kuvendi i Kosovës. Pavarësisht pakënaqësive që u shprehen kundër emrit të Kadri Veselit, ai u zgjodh kryetari i Kuvendit të Kosovës me 71 vota për, 42 kundër dhe 1 abstenim. Nën kryetar të kuvendit u zgjodhën Xhavit Haliti nga PDK-ja, Sabri Hamiti nga LDK-ja dhe Glauk Konjufca nga Lëvizja Vetëvendosje. Nga komuniteti serb u zgjodh Jasmina Živković, ndërsa nga komunitetet tjera u zgjodh Duda Balje.
Deputetët po hyjnë në sallë për ta zgjedhur kryetarin dhe nënkryetarët e kuvendit. Për dallim nga seanca e kaluar konstituive, deputetët e PDK-s dhe LDK-s u dukën më të disponuar. Kryesuesja Flora Brovina hapi seancën duke i kërkuar PDK-s ta propozoj kandidatin e saj për kryeparlamentar. Ftoj përfaqësuesin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës që të propozoj kandidatin për kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ashtu siç ishte paralajmëruar, PDK-ja propozoi Kadri Veselin për kryetar të Kuvendit. Partia Demokratike e Kosovës propozon kandidatin për kryetar të Kuvendit, zotin Kadri Veseli, i cili njihet si themeluesi i ushtrisë shkrimtare të Kosovës, një njeri i cili ka vepruar për kohë të gjatë në shërbim të vendit dhe njeri i cili ka dhe përgatitjen adekuate akademike në përfundim të doktoraturës në Universitetin e Ljubljanës. Më pas u hodh në votim kandidati PDK-s për kryeparlamentar. Kryesuesja e seancës Flora Brovina dha rezultatet e votimit. Konstatoj se me 71 vot zgjidhet kryetari i Kuvendit të Kosovës, që është zoti Kadri Veseli. Ish kreu i Shikut Kadri Veseli nuk mori votat e disa prej deputetëve të LDK-s. Vjosa Osmani, Arben Gashi, Kujtim Shala, Armen Zemaj dhe Dorontina Maloku votuan kundër, ndërsa abstenoi deputeti Sadri Ferati. Kundër votuan edhe deputetët e vetëvendosjes AAK-s dhe Nismës. Menjëherë pasi u zgjodh kryeparlamentari, në foltore doli deputeti i vetëvendosjes Visar Ymeri. Konfirmim më të madh se Kosova s'ka as demokraci, as republike, as drejtësi. Nuk ka mundur të ketë sa ky instalim i kreut të nëntokës në krye të organit më të rëndësishëm legislativ edhe më të rëndësishëm politik të vendit në krye të Kuvendit. Edhe atë edhe me votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pasi u zgjodh kryeparlamentar, Veseli zuri karrikën e të parit të Kuvendit. Ju falenderoj shumë gjithë ata cilët nuk më kanë votuar, ata cilët kanë abstenuar dhe ata cilët kanë votuar që unë sot jem këtu i nderuar para ju si kryetari i Parlamentit të Republikës Kosovës. Inshallah na ndihmon gjithëve Zoti bashkërisht. Faleminderit shumë. Partitë opozitare vetëvendosje AAK dhe Nisma lëshuan seancën, në kohën kur kryeparlamentari sapo zgjedhur Kadri Veseli po niste fjalimin e tij. Për ta dëgjuar fjalimin e Veselit, në sallë qëndruan vetëm deputetët e koalicionit PDK, LDK dhe të minoriteteve. Do të punojmë për kushtim që të aprovojmë ligjet të cilat krijojnë një ambient për zhvillim. Pra ky do të jetë kuvendi që do t'i themeloj forcat e armatuesura të Kosovës. Në fjalimin e tij, Veseli përmendi dëshmorët, por edhe kontributin e ish-presidentit Ibrahim Rugova. Shfrytëzoj rastin të përmend edhe rezistencën paqësore dhe veprën e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova. Në seancë morën pjesë diplomatë akredituar në Prishtinë, përfshirë ambasadoren amerikane Tracy Jacobson, ambasadorin britanik Jan Cliff dhe përfaqësues të tjerë. Seanca konstituive u mbyll nga kryeparlamentari sapo zgjedhur. Krimi të institucioneve i paraprin marrëveshja që u nënshkrua sot ndërmjet dy partnerëve të koalicionit PDK-LDK. Marrëveshjen për të bashkëqeverisur vendin në 4 vitet e ardhshme, tha që Mustafa e quajtur marrëveshje për të mirën e vendit. 6 muaj pas zgjedhjeve parlamentare, krerët e dy partive në koalicion LDK dhe PDK firmosën marrëveshjen për bashkëqeverisje. Pas aktit të nënshkrimit Hashim Thaçi e Isa Mustafa thanë se u bashkuan për të mirën e qytetarëve dhe për një luftim të pa kompromis të dukurive negative. Sapo nënshkrua për të mirën e vendit, për të mirën e qytetarëve të Kosovës, si dy parti që përvejmë shumicën e votuesve të qytetarëve të Republikës së Kosovës, duke përfshirë të gjitha komunitetet si partner të koalicionit, pra ne nënshkruam marrëveshjen për koalicion qeverisës për mandatin e ardhshëm katërvjeçar 2014-2018. Marrëveshje kjo
që përfshin ndarjen e përgjegjësive institucionale të institucioneve qendrore. Ndërsa lideri LDK-s Isa Mustafa vuri në pas se koalicioni LDK-PDK do të zbatojë në tërësi programin qeverisës. Ne kemi bërë në interes të qeverisës mirë të vendit, të prosperitetit, në interes zhvillimit ekonomik dhe të gjithës problemeve aktuale me të cilat po ballafaqohen qytetarët tanë çdo ditë, të forcimit të shtetit ligjor dhe të integrimeve tona në familjen e shteteve evropiane në Bashkimin Evropian. Do të punojmë me përkushtimin më të madh në mënyrë që gjithë ato që i kemi vënë në këtë marrëveshje dhe gjithë ato të cilat i kemi vënë në programin qeverisës të realizojmë gjatë kësaj periudhe, të realizojmë edhe më shumë se sa ne kemi qenë në gjendje të zotohemi tani në këtë periudhë kohore. Tha që Mustafa u fokusua në aspektet e bashkëqeverisjes, por as këtë herë nuk e zu në gojë postin e kryeministrit. Zoti Thaçi, a do jeni kryeministër ju apo zoti Mustafa? Liderët e koalicionit PDK-LDK shprehen gatishmëri për bashkëpunim të ngushtë edhe me opozitën. Me njëherë pasi kreu i ri i kuvendit Kadri Veseli e mori fjalën për të udhëhequr seancën, opozita braktisi sallën. Komentet për të ishin nga më të ndryshme, tu tha se Veseli erdhi nga nëntoka në krye të kuvendit. Në shenjë pakënaqësie ndaj zgjedhjes së kryeparlamentarit Kadri Veseli, opozita braktisi seancën, duke kundërshtuar ardhjen e tij në krye të kuvendit. Në AAK zgjedhjen e tij e quajtën legjitimim të krimit, duke thënë se Veseli ju bashkua parlamentit nga nëntoka. Sot në institucionin më të lartë ligjvenes është legjitimu krimi, i cili nëse deri me sot ka ekzistuar si nëntokë, sot është ardhur dhe ka futur rënjet e veta në institucionin më të lartë. Edhe vetëvendosje ka të njëjtin vlerësim se Kadri Veseli është njeri i nëntokës së Kosovës. Ne mendojmë se instalimi i kupolës të krimit dhe korrupsionit, krimit organizuar në nëntokës në Kosovë e tregon kohjen ka do të shkon Republika e Kosovës. Sot është një ditë e errët në politikën, në jetën politike dhe parlamentare të Kosovës. Nuk ka konfirmim më të madh të mungesës demokracisë, drejtësisë dhe republikës në Kosovë se sa instalimi i kreut të nëntokës në krye të kuvendit. Ndërsa lideri nismës Fatmir Limaj, koalicionin PDK-LDK cilëson si pazar për akomodime individuale. A shoqare shihet që është një pazar individual të akomodimit të individëve. A ndihni të rautum për LDK-s këtë rast? A të ndihni të rautum? Jo, është çështje për zgjedhje është individuale, si subjekt politik ka të drejtë të vendosë si don, edhe pastaj janë qytetarët ata që gjykojnë. Kundër kryeparlamentarit të ri dhe koalicionit PDK-LDK shprehet edhe Gozim Kelmendi, nënkryetari i Partisë së Drejtësisë. Në fakt, duke mos qenë as pjesë e grupit parlamentar dhe as pjesë e koalicionit, unë sot do të votoj kundër propozimit për kryetar të kuvendit, si do të jenë si pjesë e marrëveshjes së këtij koalicioni. Tashmë u firmos marrëveshja mes LDK-s dhe PDK-s. Unë mendoj që është pas krejt kësaj kohe të këtij vakumi që ka kaluar Kosova, unë mendoj që është dashur të jetë një kompromis mes partive të ndryshme dhe në fund një gjë e tillë u arrit. Por pati edhe deputet të koalicionit nga LDK-ja që votuan kundër zgjedhjes së Veselit, të cilët e quajtën shef të krimit dhe korrupsionit. Edhe vota jame do të shkon gjithmonë mbrojtjen e interesave të përgjithshme të qytetarëve, sidomos luftimin e krimit dhe korrupsionit, edhe shefa tyne të banda vrastare. Ndërsa dy përfaqësuesit e listës serbe u paraqiten me qëndrime të ndryshme rreth ndarjes së posteve të këtij subjekti në parlament dhe në qeveri. Derisa Slobodan Petrović thotë se lista serbe e ka nominuar atë për nënkryetar të kuvendit, kolegu i tij Jablanović e thotë të kundërtën. Pa dogovor e bio da budem ja potpredsjednik parlamenta. Marrëveshja ka qenë që unë të jem nënkryetar i parlamentit të Kosovës, ndërsa kam propozuar që në qeveri të kem 4 resore, por zoti Jablanović ka vepruar krejt ndryshe dhe ka propozuar vetëm 2 resore, gjë që është e dëmshme për subjektin ton politik. Imali jednu dezinformaciju od gospodina Slobodana Petrović. Në emër të listës serbe ju njoftoj se nuk është e vërtet që Slobodan Petrovićit i është premtuar posti nënkryetarit të kuvendit. Njësoj sikurse që asnjërit prej këtyre antarëve të kësaj liste nuk i është premtuar se do të jenë deputet. Deputetët e listës serbe në fakt e kanë propozuar deputeten Jasmina Živković për nënkryetare.
Në seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës morën pjesë edhe ambasador të vendeve të ndryshme, por që nuk deshtën të komentojnë ecurinë e konstituimit të Kuvendit. Kreu i AKR-s Beqet Pacolli thot se një qeveri e ndërtuar nga koalicioni dy partive më të mëdha në vend është diçka e rrallë në demokraci, por sipas tij në Kosovë klasa politike e ka të dobët kulturën e marrëveshjes e të fjalës së dhënë. Pacolli kujton se ky koalicion u ndërtua mbi prishjen e një marrëveshje tjetër, megjithatë ai uron që marrëveshja e dy forcave më kryesore politike të Kosovës të jetojë gjatë. Pas shumë marrëveshjeve të prishura, qoftë koha e një marrëveshjeje të mbajtur, shkruan Pacolli në rrjetin social Facebook. Paknaqësit me ndarjen e posteve qeveritare u shprehen menjëherë sot. Margarita Kadriu i dha fund qëndrimit në PDK vetëm 6 muaj pasi u bë pjesë e strukturave udhëheqëse të saj duke marrë postin e nënkryetares së partisë. Emri i saj përmendej të ketë post në qeverinë e re, por kjo nuk doli të jetë saktë. Përmes një postimi në Facebook, Kadriu ka bërë publike dorëheqjen e saj duke arsyetuar atë me faktin se nuk po vren ndryshime pozitive në interes të qytetarëve. Nga koalicioni PD u tërhoq edhe deputeti Gëzim Kelmendi. Edhe pse Isa Mustafa nuk është votuar ende në Kuvendin e Kosovës për të marrë drejtimin e qeverisë, urimet ka nisur të vinë nga homologët e tij. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili është nisur sot për një vizitë pune në Bruksel, i përcjell homologut të tij të ardhshëm Mustafas urimet më të mira për detyrën e lartë që është besuar. Kryeministri Rama thot në letrën e tij se marrëveshjet mes shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Kosovës janë si mes vëllezërve, por edhe gur themeltar partneriteti strategjik për të ardhmen. Më tej Rama shpreh besimin e tij se Isa Mustafa si kryeministër i ri i Kosovës do të arrijë të përballojë çdo vështirësi që do të shfaqet në qeverisje duke përshpejtuar realizimin e prioriteteve të agjendës së përbashkët. Ndërsa kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta përmes një telegrami ka uruar sot kryetarin e sapo zgjedhur të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Me kënaqësi të veçantë ka marrë lajmin për zgjedhjen tuaj në krye të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe me këtë rast më lejoni t'ju përcjell urimet më të përzemërta dhe më të sinqerta në emër të Kuvendit të Shqipërisë. Më lejoni t'ju siguroj për mbështetjen e plotë e të pakursyer të Kuvendit të Shqipërisë. Përfitoj nga rasti t'ju ftoj për një vizitë zyrtare në Tiranë, ku do të kemi rastin të bisedojmë nga afër mbi forcimin e bashkëpunimit parlamentar dhe marrëdhënieve të shkëlqyera mes Shqipërisë dhe Kosovës, thuhet në mesazhin e urimit të kryeparlamentarit Ilir Meta drejtuar homologut të tij kosovar Kadri Veseli. Marrëveshja për krimin e qeverisë së re u prit në mënyra të ndryshme nga qytetarët. Disa u shprehen pro e disa kundër këtij partneriteti qeverisës, por kërkesa e përbashkët e qytetarëve për qeverinë e re është zhvillimi ekonomik në rend të parë. Blokada gjatë e formimit të institucioneve ka ndikuar që qytetarët ta mirëpresin marrëveshjen për krimin e koalicionit qeveritar, ndonse pa ndonjë optimizëm të madh. Po mendoj se kjo është zgjedhja më mirë e mundshme për momentin. Këtë ka diktuar pamundësia për me gjetë kompromis, qoftë partia deri tash me pushtet PDK-ja, që ngeli e vetmuar, qoftë prishja e koalicionit për blokun vërtet. Unë besoj shumë mirë këtë rast sepse vërtet ka qenë një ngërçues i madh politik, i cili Kosova ka qenë vërtet jo aq i sigurt institucionet. Ne pritëm mirë, po s'po besoj që bëhet mirë hiç. Se i morë vesh të parti, po nuk punojnë drejt. Se kemi prit tradhti. Tradhti e popullit. Për çka u munduan ata 6 muaj, çka i humbje koha vetëm. Kur gjë. I shkëlqysh. Sepse o thyë monotonia 6 muajore, pa lidhje kanë prit, njerëzit janë nervozuar, jo vetëm ata që janë deputet atje, po edhe na si popull të këshyr. Hajt po bëhet sot më mirë, hajt. Edhe pritjet e qytetarëve të ankatuar nga kjo qeveri ishin nga më të ndryshmet. Donse ende nuk ishin të informuar me programin qeveritar, pritjet e tyre ishin mjaft konkrete, sidomos në zgjidhjen e problemeve të shumta të grumbulluara, sidomos në ekonomi, e deri te ato se nuk presin asgjë nga kjo qeveri. Shpresojmë që do të ketë lëvizje pozitive e para, në aspektin e sundimit të ligjit e dyta dhe luftimin e korrupsionit. Ekonomia dhe papunësia e madhe. Këto janë gjëra që duhet
patjetër të shqyrtohen në këto 4 vite, se përndryshe nuk është mirë që të kemi këtë fluks që kemi sot, më thonë që shkojnë ikin çdo ditë të rinë nga Kosova. Andaj kjo qeveri ka pas shumë punë për të dy çështje që unë folja pak më parës. Se e kemi pruar, deri tash kemi pruar gati shumë. Shumë herë e shumë pak priti. Nuk jam optimiste. Pra, ekonomia, hapja e vendeve të reja të punës, zgjidhja e problemeve sociale janë më të përfolura nga qytetarët kur bëhet fjalë për atë se në cilat segmente duhet të përqendrohet vëmendja kryesore e koalicionit të ri qeveritar. Qeveria e re ka shumë punë për të bërë në punësimin e fuqisë punëtore në Kosovë, për çka edhe janë dhënë premtime të shumta gjatë fushatës zgjedhore. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, e cila ka publikuar rezultatet e anketës së fuqisë punëtore 2013 në Kosovë, numri i të punësuarve është 338.364 persona ose 28.4%, ndërsa të papun janë 124.829 persona. Shkalla e punësimit në mesin e femrave në moshë pune është vetëm 12.9% krahasuar me 20.0% për meshkujt. Papunësia të të rinjët është shumë e lartë. Në mesin e personave të moshës 15 deri 24 vjeçare, 55.9% e tyre janë të papun. E ata që raportojnë realitetin në shoqëri, gazetarët shpesh po bëhen caki sulmeve. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Zekria Shabani, një herët redaktor në të përditshmën Tribuna, ka thënë se është sulmuar fizikisht në vendin e tij të punës nga pronari i kësaj të përditshmeje Sejdi Demiri. Siç ka thënë Shabani, sulmi ka ndodhur pasi ai ka refuzuar të nënshkruajë vendimin për largim nga puna që i është ofruar nga drejtuesit e gazetës në kundërshtim me kontratën e tij valide dhe me ligjin e punës. Ky sulm vjen disa ditë pasi gazetari Shabani njoftoi se do ta padis tribunën për shkelje të kontratës dhe vonesë të dhënies së pagave. Në anën tjetër, pronari i tribunës Sejdi Demiri i demanton akuzat e Shabanit dhe i quan ato shpifje ndaj tij. AGK ka shprehur shqetësim për sulmin ndaj Shabanit dhe kërkon nga organet e rendit që ta hetojnë sa më parë këtë rast. Rektori i Universitetit të Prishtinës, Ramadan Zejnullahu, ka marrë edhe përkrajen e një grupi të studentëve dhe pjesëtarësh të shoqërisë civile. Ata po i dalin në krah rektorit duke mbështetur atë në vendimet e tij dhe për këtë kanë paralajmëruar për nesër një marsh solidarizues. Një foshnje e gjinisë mashkullore është gjetur e pajet sot rreth orës 7 të mëngjesit pranë rrethojave të spitalit në Mitrovic. Sipas informacioneve, foshnja e posalindur është gjetur e vdekur nga qytetarët e rastit në një pako. Zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti, ka thënë se forcat e policisë kanë nisur hetimet për identifikimin e foshnjës dhe prindërve të saj. Sipas tij dyshohet se pas lindjes së fëmijës që nuk ka ndodhur në spital, prindrit bashkë me foshnjën janë paraqitur në spitalin e Mitrovicës, ku mjekët kanë konstatuar vdekjen e foshnjës dhe se nëna është ndaluar për trajtim mjekësor, ndërsa babai e ka hedhur foshnjën e vdekur sapo ka dalë nga obori i spitalit. Trupi i foshnjës është dërguar për obduksion, ndërsa babai është intervistuar nga organet gjetëse, ka thënë Zahiti. Departamenti i Gjeodezisë në Fakultetin Teknik të Prishtinës u bë me laborator të gjeodezisë dhe pajisje të tjera përcjellëse. Komisioni Evropian ndërmjet projektit Tempus ka investuar mbi 400.000 euro për kompletimin e laboratorit, i cili është i vetmi i këtij lloji në rajon. Biblioteka Hifzi Sulejmani mbyll vitin në objektin e vjetër edhe pse është premtuar se do të kalojë në objektin e ri. Drejtoresha e re e kulturës në komunën e Prishtinës, Saranda Bugujevci, ka thënë se kjo çështje do të mbyllet në fillim të vitit 2015 pa dhënë ndonjë datë të saktë. Kjo është Biblioteka Hifzi Sulejmani, objekti të cilës është rreth 87 vjeçar. Për 4 vite me radhë, ishte thënë që jo në këtë vit, por në vitin tjetër, stafi dhe librat e kësaj biblioteke do të transferoheshin në objektin e ri i cili gjendet në lagjën Dardania. Në shërshor të këtij viti, ish drejtoresha për kulturë në komunën e Prishtinës, Blerta Zeqiri, kishte premtuar se fundi këtij viti, bibliotekën Hifzi Sulejmani do ta gjente në objekt të ri. Gjatë këtij muaji ka përfunduar pranimi teknik i objektit. Shpresoj që deri në fund këtij viti të mos jetë më kjo temë. Por duket se ish drejtoreshës Zeqiri nuk i ka ndalë parashikimet. Biblioteka Hifzi Sulejmani vazhdon të qëndrojë në objektin e vjetër edhe pas shumë premtimesh. Drejtori i kësaj biblioteke, Munish Hyseni, nuk di çfarë të thotë për këtë çështje. Thuhej gjatë muajit nëntor
përkatësisht deri në fund këtij viti do të vendosen në objektin e ri. Fatkeqësisht kjo nuk ka ndodhur, nuk I di as shkaqet, as arsyet. Madje drejtori Hyseni thot se ky objekt I stërvjetruar nuk zë më as edhe një libër. Afër 25.000 ekzemplar librash, kryesisht botime të këtyre 2 viteve të fundit, kryesisht kërkesat lexuesish, janë nëpër paketa. Përderisa ish drejtoresha për kulturë në komunën e Prishtinës Blerta Zeqiri kishte thënë se kalimi do të bëjë në fund të këtij viti. Drejtoresha e re për kulturë në këtë komunë, Saranda Bogujevci, thotë se kalimi do të bëhet në fillim të vitit 2015. Objekti do të thonë është përfunduar, tash është duke bërë inventarizimi që do të përfundojnë në fillim të vitit të ardhshëm. Kështu që pas kësaj do të thonë veç se do të fillojë bërtja. E përderisa të bëhet kalimi në objektin e ri që gjendet në lagjen Dardania në Prishtinë, rreth 25.000 libra, të cilat I janë dhuruar bibliotekës Hivzi Sulejmani, do të vazhdojnë të qëndrojnë në paketa larg lexuesit e në gjitë të mykut e lagështisë. E marta pritet të jetë ditë vendimtare për sportin e Kosovës. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka paraparë që nesër të bëhet pranimi I plot I anëtarëve të rinj që nënkupton Kosovën në kuadër të asamblesën 127 të këtij komiteti. Votimi për pranimin e Kosovës pritet të bëhet rreth orës 15. Përndryshe, një delegacion I Komitetit Olimpik të Kosovës veç është duke marrë pjesë në punimet e asamblesë së Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Mbrëm në emisionin 2-1 është lexuar komunikata e klubit futbollistik Kamenica lidhur me një paqartësi në ndryshimin e tabelës së grupit B të Ligës së 2 të Kosovës në futboll. Lidhur me këtë sot u qartësua Federata e Futbollit të Kosovës. Në sqarimin që vjen nga federata thuhet se plasmani I ekipeve në tabelën e grupit B të Ligës së 2 ka qenë thjesht një gabim teknik dhe se vendimi për takimin Rinia Vitia, të cilin e kundërshton klubi I Kamenicës, është marrë më 4 nëntor e jo këtë fundjavë kur edhe është bërë ndryshimi I tabelës që kishte mbetur pa u përmirësuar vetëm për shkak të neglizhencës së teknikëve. Nesër mbi vendin tonë parashihet të ketë rreshje të shiut dhe të borës në pjesën lindore të vendit. Temperaturat maksimale do të jenë 2 gradë Celsius, ndërka që minimale 2, maksimale 5. Temperatura maksimale mund të shkojë edhe deri në 1 gradë Celsius gjatë ditës. Nesër në Prishtinë, rreshje shiu dhe bore parashihet të ketë, temperatura maksimale 1 gradë Celsius, minimalja 2. Të mërkurën, moti vrandët, temperatura maksimale 3, të ejtën, të premtën dhe të shtunën, moti ndryshueshëm me vranësira dhe me intervale kore me diell. Në teritorin e Shqipërisë në veri ka rreshje, ndërka që temperatura më e lartë atje arrin në jug të vendit 16 gradë Celsius, moti ndryshueshëm me rreshje shiu e bore pritet të ketë në Maqedoni, ja edhe temperaturat dhe e parashikuara nga meteorologët për vendet e tjera të rajonit dhe të Evropës. Shikues, faleminderit që na ndoqët dhe mirë mbetësh.